Kjo nismë bëhet, po themi në fillim bushat, për shqetësimin real që ka për numrin e lartë paraburgosur. Edhe me thënë të drejtën në Shqipëri, paraburgosur ka më shumë se të burgosur. Edhe ka 1001 zgjidhje, nuk është kjo zgjidhje. Dhe ka 1001 zgjidhje, thot avokati, kjo është e fundit prokurorët gjitha, ekspert, i ditur për këtë punë, ka 1001 zgjidhje, thot dhe kjo është bërë tani. Opozita, më fort nga të gjithë, po dhe shumë të tjerë, përveç opozitës, ngrenë zërin fort dhe thonë që kjo nismë bëhet për të liruar njerëz specifik. Përmendet shpesh Erion Velia, si kur duke të bërë gjithë shka që të dalë kë nga burgu. Si e mendoni ju këtë? Pret që punë. Ti o burgu dhe pastaj preqi të dy, se pastaj debatoni ju dhe kjo është gjë e mirë. Atere. Debati është gjë e mirë, se preqi në një nxehet, pastaj dhe thotë nuk duhet debati, ja i duhet. Do me thënë, në qoftë se shef sfondin apo kuadrin e përgjithshëm, kjo është një çështje që do ngjallte dyshime. Pra, kush janë dyshimet? Dyshimet janë këto që thot opozita dhe është fushata politike që kur u vun loj koka e Ballukut që këtë temë politikisht e ngriti Edi Rama. Duke thënë këtu po bëhet nami, ne jemi bërë delja zeze e Evropës për paraburgimet e të gjitha. Dhe amëndësimi, si që mund të thonë që amëndësim Andi Bushati nesër mund të bëhet vrasës. Ka drejt kush do të bëj këta amëndësim, ose Ylli Rakipi. Pra, por problemi është, fakti që kjo çështje po diskutohet, pavarësisht se ne mund të kemi paranojën që mund të lirohet Balluku, është gjë e mirë apo gjë e keqe? Është padyshim gjë e mirë, sepse unë them, edhe me çmimin e lirimit Ballukut nesër, ne duhet jemi shumë të vëmendshëm që çdo të paraburgosuri mos i shkelen drejtat. Fakti sot që në gjykat lartë diskutoj që, ti jo vetëm duhet të thuash që ky përbën një rrezik prandaj do e fusim burg, por dhe të argumentosh dhe të arsyetosh që pse ky nuk duhet marri filan i paraburgosur një mas më të lehtë, pse nuk duhet t'i vën atë te Kavilja, pse nuk duhet të rinë arrest shtëpi. Se bryzylykët janë jashtë funksioni, ja? Se këtu skandali zë skandalin, po bryzylykët nuk funksionojnë. Bryzylykët mund mos funksionojnë, po më mirë një... Të ri që më po thjesht për të muar argumentin. Më mirë një njeri që meriton bryzylykun, që nuk e meriton bryzylykun dhe të shkojnë në burg, apo më mirë ai tri lirë. Unë jam që një njeri dyshuar më mirë tjetë i lirë se sa tjetë në burg. Ne e kemi përmbysur këtë praktik. Kështu që cila do që tjetë shqetësimi opozitës, cili do që tjetë qëllimi perfidi Edi Ramës, fakti që kjo çështje po diskutohet është një mirë publike. Pra, ne duhet të mësojmë që njerëzit nuk shkojnë burg kot, se një prokuror me rolin e Zotit dhe thot për dyshimet e mia të arsyeshme se ky mund të arratiset, se ky mund të përsërisi veprën në burg. Kjo gjë duhet mbarojë. Kam një pyetje, zoti Bushati. Se janë të njëjtë gjyqtarë që kanë marrë vendime pikërisht për masat e sigurisë. E kupton, e kanë patur aty edhe kodin e procedurës penale të 2017-ës, 2021-shit e tjera me radhë, dhe nuk kanë lëvizur madje gjykata e lartë as nuk i ka futur në shqyrtim fare, i ka kaluar me mospranim rekursi. Jam shumë dakord me... Pra, i vetmi shqetësim që unë kam Bushat në raport me këtë gjë, nuk jam pro caktimit të masave të sigurisë në mënyrë arbitrare. Por, të lutem, por jam, ajo çfarë mua më krijon një kërcitje dhe më lë një shije të hidhur është, përse u kujtuan tani? Kjo është pyetja bashkë. Pse u kujtuan tani? Se nëse ky diskutim do t'ishte bërë kur Këshilli i Evropës e kritikoi ashpër Shqipërinë vite më parë për paraburgimin, për masa drastike të paraburgimit, unë do t'isha dakord dhe nuk e vun ujë në zjarr. Dhe mbetën bugja dhe njerëz për ndërtime pa leje, se kapeshin pa patent, se etjera me radhë. Dhe që kjo më shqetëson. Pra pse tani? Po pra. Fakti ti ngren pyetje me shumë drejt që i lind dyshimit çdo njeriu. Pse tani? Dhe unë po të kthej një përgjigje hipotetike, se do politikat liroj njerëzit e vetë, dhe prandaj unë shkova më tej, edhe si kur qëllimi tjetë
i keq, rezultati mund t'jeti mirë. Se unë them, më mirë Balluku që për mu mund të meritoj burgun të jetë e lirë dhe shumë të tjerë të përfitojnë e mos shkojnë kot në burg nga ky lloj debati që është hapur, sesa thjesht merremi të vdesim çështjen vetëm që mos përfitoj Balluku. Kjo mënyrëzidhet ka futur në kurrë dhe ty. Dhe ti je shumë dakord me atë pjesë. Dhe unë jam shumë dakord me faktin që arrestin burg është tejkaluar në çdo masë të logjikshme dhe në të tëra elementet. Pyetja vetme që lind është hipokrizia e mënyrës së gjetjes së zgjidhjes. Pse e them këtë? Në rast se do ishte me ndryshim ligjor të kodit procedurës penale, unë do të thosha Andis të heqja si presje nga ato që the. Letëm letëri kush të do jashtë, rëndësi ka që përfiton dhe qytetari. E the dhe që parë, po më falë ignorancën se unë se kuptoj nga ana ligjor. Ka të drejt gjykata e lartë të propozojnë ndryshim ligjor. Jo, politika. Ata gjykojnë gjën që kanë... Jo, të marrë të kuptoj unë. Se që kërkojnë parlamentit është gjë tjetër. Ata kanë vërë një shqetësim... Unë dëgjova diskursin tënë që the e dirë ama e ngriti atë vorbull. Aty është hipokrizia. Aty është hipokrizia. Pse? E di pse e paragjykoj, vetëm për një gjë. Mos priste vendimin e gjykatës së lartë, se dhe gjukatë e lartë ka një hipokrizi brenda, do ta them nga ana teknike, por me qenë se kishte këtë shqetësim aq të madh për paraburgimin në Shqipëri, të zgjidhte dy element thelbësor, të ndihmonte gjyqësorin të mbaronte shpejt gjyqet mos rrini njerëzit në paraburgim dhe të bënte një iniciativë ligjore ku këto kërkesa të gjykatës lartë t'i fuste në kodin e procedurës penale. Nuk e di më kupton logjikën. Unë nuk them se gjykata e lartë nuk po bën mirë, po bën shumë mirë. E para dhe e dyta, hipokrizia e fortë e gjykatës lartë është këtu. I ka kaluar 1-1 të tërë vendimet e arrestit burg dhe nuk është ndjer fare. Ka thënë bravo i qotë gjykatës lartë. Ka rëndësi se ka vendim para 2-3 muajsh. Unë them që... Për çfarë ndryshoi kjo gjykatë e lartë? Edi Rama, tani po ta shtrojmë politik, është hipokrit kur u kujtua pas Ballukut që të hapi këtë çështje. Ose interesat gjithë, jo hipokrit. E bën për menderen e vetë. Po është një nga pikat që megjithëse Edi Rama e bën për menderen e vetë, unë bashkohem me Edi Rama. Sepse çështja Balluku është një segment shumë i vogël. Hapja e këtij diskutimi në shoqëri, që njerëzit nuk mund të bëhen peng të prokurorëve dhe të kalben në burg kot pa një argumentim të detajuar dhe pa një mbrojtje ekstreme, ky është një problem shumë i madh. Mbrojtjen ekstreme ta jep kodi Andi, jo vendimi unifikus. Po deri tani s'ta ka dhënë pra. Vendimi unifikus është i përgjysmuar. Vendimi unifikus do jap prap të drejtë, do jap prap lehtësi, jo ta thash edhe një herë, jo Andit që është pastrues, po Eugenit që është kryetari i bashkisë. Do me thënë, ne arritëm... Siguria juridike nuk është. Ne arritëm në pikën kur ish kreu i SPAK-u Dumani thoshte, gjykata na bindet çfarë kërkojmë ne.